Zoti Carney fitoi 85.9% të votave nga antarësia e Partisë Liberale. Ai do të zvendësojë kryeministin Justin Trudeau, i cili njoftoi dorëheqjen në janar, pas gati 9 vitesh në pushtet dhe ndërsa niveli i mbështetjes për të kishte rënë. I futur ishtazi në politikë, zoti Carney mendon se është personi më i përshtatshëm për të mbikëqyrur negociatat e tregtisë me presidentin amerikan Donald Trump, komentet e të cilit për bërjen e Kanadas shtetin e 51 amerikan dhe sanksionet tregtare janë pritur me zemrim. De faire le contraire, qui essaie d'affaiblir notre économie. Dikush po përpiqet të dobësojë ekonominë tonë. Ai është Donald Trumpi. Dhe Donald Trumpi, siç e dim, ka vendosur tarifat pa drejta prodhimeve tona dhe punës me të cilën sigurojmë jetesën. Ai po sulmon familjet kanadeze, punëtorët dhe bizneset dhe nuk mund ta lejojmë të dalë me sukses. Nuk do ta lejojmë, tha zoti Carney. Les entreprises canadiennes. Et on ne peut pas le laisser faire. One for Canada, one for Mexico. Presidenti amerikan Donald Trump ka shtyrë për një muaj hyrje në fuqi të tarifave prej 25% për shumë mallra nga Kanadaja dhe Meksika, por ka përmendur sidoqoftë mundësinë e vendosjes së tarifave të reja për çelikun, aluminin, produktet e bulmetit e të tjera. Presidenti Trump tha të premten se Kanadaja ka përfituar nga Shtetet e Bashkuara prej vitesh me tarifa për lëndën e drurit dhe produktet e qumshtit dhe paralajmëroi se do të vendosë tarifa reciproke. Canada charges us. Duke folur për gazetarat në shtëpinë e bardhë, zoti Trump tha se tarifat e jashtëzakonshme që Kanadaja vendos mbi produktet e qumshtit dhe lëndës së drurit e kanë bërë të pamundur shitjen e produkteve amerikane në Kanada. Ai tha se nëse Kanadaja nuk pranon t'i heqë ato, ai do t'i vendosë të njëjtën tarifë Kanadas. Mark Carney do të zvendësojë tashmë kryeministin Justin Trudeau, i cili dha dorëheqjen në janar, pas 9 vitesh në pushtet dhe ndërsa kishte rënë niveli i mbështetjes për të. Ai ka thënë se eksperienca e tij si personi i parë që ka shërbyer si guvernator i 2 bankave qendrore të vendeve të G7-s, Kanadas dhe Anglisë, do të thotë se ai është kandidati më i mirë për të përballur me presidentin amerikan. Përzgjedhja e një kryeministi të ri kanadez pritet të pasohet me mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme. Zoti Carney mund t'i shpallë vetë zgjedhjet e përgjithshme pas marrjes së detyrës, ose partitë opozitare në parlament mund të kërkojnë këtë muaj mbajtjen e një mocioni mosbesimi që do të çonte në zgjedhje. Zgjedhjet në Kanada duhet të zhvilloheshin brenda muajit tetor. Në fillim të vitit, anketimet i rendisin liberalet me mbi 20% më pak mbështetje nga publiku, por pas përplasjeve me zotin Trump, mbështetja për liberalet është rritur dhe tani ata renditen njësoj me konservatorët në opozitë sipas disa anketimeve të reja.